Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Sot do të flasim për një sëmundje që shpesh zhvillohet ngadalë dhe pa simptoma të forta në fillim, kancerin e zorrëve. Në shumë raste shenjat e para janë të lehta dhe ngatërohen me probleme të zakonshme të tretjes. Pikërisht për këtë arsye shumë njerëz i injorojnë për muaj të tërë. Por sa më herët të vërehen ndryshimet, aq më të mëdha janë mundësitë për diagnostikim dhe trajtim në kohë. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbesni asnjë video që ju ndihmojnë të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Në këtë video do të shohim 7 simptomat e para që mund të lidhen me kancerin e zorrëve, cilat qenja nuk duhet neglizhuar dhe pse kontrolli i hershëm është kaq i rëndësishëm. Ndryshimet e vazhdueshme në jashtëqitje. Një nga shenjat më të zakonshme është ndryshimi i zakoneve të zorrëve. Kjo mund të përfshijë diarre që zgjat, kapëllëk të vazhdueshëm ose alternim mes të dyjave. Disa njerëz vërejnë se jashtëqitja bëhet më hollë ose ndryshe nga zakonisht. Problemi nuk është një ndryshim i përkohshëm, por kur ai vazhdon për javë të tëra pa arsye të qartë. Gjak në jashtëqitje. Prania e gjakut është një shenjë që nuk duhet injoruar. Gjaku mund të jetë i kuq i ndecur ose më i errët dhe i përzier me jashtëqitjen. Shumë njerëz mendojnë menjëherë për hemoroide, dhe ndonjëherë kjo është e vërtetë, por gjaku në jashtëqitje gjithmonë kërkon vlerësim mjekësor, sidomos kur përsëritet. Dhimbje ose parehati në bark. Disa persona përjetojnë ngërçe, fryrje, gazra ose dhimbje të vazhdueshme në bark. Këto simptoma shpesh duken si probleme të zakonshme të tretjes, por kur vazhdojnë për një kohë të gjatë, ato nuk duhen neglizhuar. Në disa raste tumori mund të ndikojë në kalimin normal të përmbajtjes në zorr, duke shkaktuar parehati të vazhdueshme. Ndjesitë sikur zorra nuk zbrazet plotësisht. Një tjetër simptom e zakonshme është ndjesia se pas përdorimit të tualetit, zorra nuk është zbrazur plotësisht. Disa njerëz ndihen sikur duhet të shkojnë përsëri në tualet menjëherë pas jashtëqitjes. Kur kjo ndjesi bëhet e vazhdueshme, mund të jetë një sinjal që diçka po ndikon në funksionimin normal të zorrëve. Humbje peshe pa arsye të qartë. Humbja në peshë pa dietë apo aktivitet fizik shtesë është një simptom që nuk duhet nevlerësuar. Kur trupi humbet peshë pa shpjegim, kjo mund të jetë shenjë që organizmi po përdor energji ndryshe për shkak të një problemi serioz. Kjo simptom shpesh faqet gradualisht dhe disa njerëz nuk e vërejnë menjëherë. Lodhje dhe dobësi e vazhdueshme. Shumë persona me kancer të zorrëve përjetojnë lodhje të vazhdueshme. Një nga arsyet mund të jetë humbja e vogël por e vazhdueshme e gjakut, e cila me kohën mund të çojë në anemi. Kjo mund të shkaktojë dobësi, mungesë energjie, marramendje dhe ndjesi raskapitje edhe pas pushimit. Anemia pa shkak të qartë. Në disa raste shenja e parë nuk është problemi me tretjen, por anemia. Analizat mund të tregojnë mungesë hekuri, sidomos tek të rriturit, pa ndonjë arsye të qartë. Kur kjo ndodh, mjekët shpesh kërkojnë të kontrollojnë nëse ka humbje gjaku nga zorra, edhe nëse simptomat e tretjes janë minimale. Pse zbulimi i hershëm është kaq i rëndësishëm? Kanceri i zorrëve shpesh zhvillohet ngadalë. Kjo do të thotë se trupi mund të japë sinjale shumë kohë përpara se vëmendja të avancojë. Problemi është se shumë njerëz turpërohen të flasin për simptomat i lidhen me ushqimin ose stresin, ose shtyjnë kontrollin për më vonë. Por kontrolli i hershëm mund të bëjë diferencë shumë të madhe në trajtim dhe prognozë. Kolonoskopia dhe konsultat mjekësore mbeten mënyrat më të rëndësishme për zbulim në kohë. Kanceri i zorrëve nuk fillon gjithmonë me simptoma të forta, shpesh fillon me ndryshime të vogla që duken të zakonshme, derisa gradualisht bëhen më serioze. Dhe pikërisht këto ndryshime janë ato që nuk duhen injoruar, sepse sa më herët të dëgjoni sinjalet e trupit, aq më shumë mundësi ka për diagnostikim dhe trajtim në kohë. Kaq për këtë video. Faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.